mëngjesi nga Vila 24, mirëmëngjes Katerina. Mirëmëngjes e dashur dhe një muaj të mbarë. Muaj të mbarë të gjitha. Gjithashtu dhe ju të dashur Anvisa, si gjithmonë ju uroj një ditë bukur dhe një muaj të mbarë. Dhe ju ftoj këtu tek këndi Joni Gatimit me njëherë përpara se ta që neve do të përcjellim për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë? Do të bëjmë kuskus. Faktikisht është si thuash një ushqim shumë i mirë, shumë i shëndetshëm me proteina dhe me fibra, i cili përgatitet nga gruri i cilësor dhe faktikisht edhe nga si quhet kjo ma edhe mua sepse nuk e kuskusin do përdori sepse para s'kemi shumë kohë. Që të më lexosh ato receta që përgatitet më shpejt sa s'ka ku të shkojë. Jam e sigurt që e njihni sepse është një në produktet më të preferuara kohët e fundit nga kompania Teuta, kështu që për të qenë më të saktë në lidhje me kuskus, i cili është një produkt 100% natyral, dhe doja t'ju informoja se përgatitet duke miksuar grurin e cilësisë së lartë të semolina bashkë me ujin, zakonisht gatuhet duke u përdorur me perime, shoqëruar me mish, fruta të thanta apo erza dhe përbën një alternativë të shkëlqyer për një vakt të shëndetshëm të pasur me fibra, siç tha edhe Katerina, me proteina, gjithashtu dhe është gati në 5 minuta. 5 minuta keni gati një vakt të shpejtë dhe super cilësor. Kuskus ka pafund në treg, unë do ju sugjeroja të zgjidhni të familjes tonë të madhe Teuta për të bërë edhe ndryshimin si në cilësi ashtu edhe në shije të asaj që do të konsumoni. Dhe si do ta përgatisim ne? Atëherë, të dashur Anvisa, neve sot kemi përzgjedhur këtu pjesë racionin, do me thënë nga pjesa e pulës, të cilat fillimisht fillojmë duke i kavërdisur nga të gjitha anët, dhe më mbrapa kjo do të kalojë në furrë për të bërë gati. Që do të thotë, filluam me këto, kemi shtuar kripë, tani do të jetë momenti që të shtojmë edhe piper të zim, do t'i hedh pak rigon trumës nëse keni, faktikisht janë të dyja erëzat që i shkojnë mjaft kësaj lloji recete, dhe do t'i hedh dhe një maj kanellë. Do t'i duket e çuditshme, por kjo maja e kanellës që unë do të përdor është ajo që do të bëjë diferencën tek këto racionet e pulës. Gjithashtu do të shtojmë edhe një filxhan salcë, do me thënë domate pure ose salcë pure. Okej. I bëjmë një kavërdisje, do me thënë të lehtë, sa të na si thuash edhe salca që neve do të përdorim të kavërdiset lehtësisht, dhe këtu më mbrapa do të shtojmë edhe një lëng mishi, do me thënë lëng pule, lëng mishi, lëng perime, çfarë mund t'ju ndodhet juve në shtëpi. Është diçka që është për të dhënë një ekstra shije. Është gati për të shtuar dhe këtë lëngun e mishit. Po, dhe do thonë jo sa shpejt u bë, ishin skuqur pak përpara kofshat e pulës. Është një recetë shumë e thjeshtë, shumë e shpejtë, e shijshme, e shëndetshme. Është ajo që thanë në fillim fare, përmbajnë proteina, përmbajnë edhe fibra. Dhe tani këtë siç e kemi, do ta vendosim në furrë. Do ta vendosim në furrë dhe kjo varet sa, do me thënë, nga racionet që neve kemi, se sa të mëdha e kemi, do me thënë, aq do dhe koha e zgjatjes për do qëndruar në furrë. Të paktën për një 35 minuta e ka të nevojshme. Kjo recetë mund të filloj dhe të përfundohet edhe në këtu në tigan, por sigurisht që kur e vendosim në furrë, ka një tjetër shije. Dhe më mbrapa do ta heqim nga furra, duke shtuar edhe kuskusin, do ta lëm dhe 5 minuta të tjera në furrë, ose dhe mund dhe do me thënë që ta lëm dhe në temperaturë, pasi e heqim nga furra, të lëm në temperaturë të tavës që neve kemi, dhe e kemi gati, nuk ka nevojë të vendoset as edhe në furrë, sepse një 5 minutë çdo. Sepse nga temperatura e lëngjeve të nxehta që do të ketë vetë gatimi, kuskusi përgatitet me një herë. E kemi treguar edhe herë të tjera se sa shpejt bëhet. E ndërkohë ne furrën e kemi ndezur përpara, kështu që do ta vendosim me një herë, ndërkohë që në ekran shohim pak recetat bashkë, sepse kemi nisur sot pak më vonë, kështu që është momenti të lexojmë së bashku në ekran se çfarë do të sjellim deri në përfundim të kohës së gatimit në Vila 24, tavë me kuskus dhe kofsha pule na duhen. 4 kofsha pule, 2 filxhan kuskus,
5 filxhan ujë, 2 tomate mesatare në rende ose 1 filxhan pure domatesh, 1 lugë kanell, rigon trumz, krip, piper, vaj. Pra e pat përgatitjen se sa shpejt u bë, tani do duhet të presim vetëm kohën e qëndrimit në furrë, më pas do të shtojmë edhe kuskusin. Donac gërshet do të cillim sot, na duhen 300 gram miell, 150 ml qumësh, 2 lugë vaj, 1 lugë sheqer, 1 lugë majan, 1 lugë krip dhe vaj për skuqje. Donac janë shumë të preferuar për fëmijët dhe jo vetëm. Receta tjetër, salat me kuskus të pazier dhe perime. Na duhen 1 filxhan kuskus, 2 domate mesatare në kubik të vegjël, 1 kastravec, 1 qep, 1 spec të kuq, majdanoz, nenexhik, limon, uthull, vaj ulliri, krip, piper. Edhe kjo duket një recet me një listë gjatë përbërësish, por pjesën më të madhe të tyre ju i keni në shtëpi. Mjafton të keni 1 domate, 1 kastravec, 1 gjysmë speci, 1 qep të vogël edhe ja bukur kështu si kanti jon na i ka bërë sot, do t'i keni me njëherë gati për të filluar punën. Dhe pastaj për përbërësit e tjerë që ne do të përdorim sot dhe ju i keni në recet, me lejoni t'ju kujtoj pak se me çfarë ne gatuajmë. Nisëm me kuskusin, meqense e kemi në 2 receta sot, të cilën e gjeni pa diskutim nga kompania Teuta, e sigurisht pothuajse çdo recet ka nevojë për vaj në shkëlqyer të farave të ledjellit që është pikërisht vaj gol, sërish nga kompania Teuta, dhe me të njëjtën logo e të njëjtin emër gjeni edhe shumë produkte të tjera të domosdoshme, të përditshme e të përdorshme në familjet tona. E do të kemi donat sot që do t'i përgatisim sigurisht me brum dhe me çfarë mielli, me mielin Ola nga kompania Atlas, i cili vazhdon të jetë i preferuar i juaj edhe i yni gjithashtu, aty ku gjeni miell të formave të ndryshme, në varësi të gatimit që ju do të realizoni. Kompania Atlas ja ka bërë punën më të lehtë që nga mielli i thekrës, mielli për çdo përdorim, mielli farina për ëmbëlsira e kek që nuk ka vetëm miell brenda, por ka edhe pluhurin fryrës apo aroma të tjera. Ka plot miellin e misrit të bardhë, të verdhë, kështu që çdo paketim me çdo ngjyrë përkon edhe me një lloj mielli. E di që i preferuari juaj është për çdo përdorim, se e keni aty siç thot Kanti dhe ju zgjidh duart për çdo gatim, por keni edhe shumë alternativa të tjera. T'ju përmend pak edhe Ovital, lëvezën e cila vazhdon të jetë pjesë e gatimeve tona, të jetë pjesë e kuzhinës son, ashtu sikurse edhe pjesë e familjeve tuaja. Super cilësi, e di që e keni provuar, ne e testojmë këtu live në kuzhinë dhe Kati na thot gjithmonë që kur e çan një kokërvezë, ajo e verdha nuk prishet, nuk fillon të shpërbëhet, do të thotë që kemi të bëjmë një vezë të freskët. Kështu që ne gatuajmë live, nuk kemi çfarë fshehim këtu, ja u tregojmë të gjitha. Dhe në fund fare do doja të përmendja Woodin. Është salçiçja e preferuar e të gjithëve, ajo që vjen e freskët, e shishme edhe plot gëzim, ashtu sikurse thotë edhe slogani i Woodit. Dhe tani, ne me njëherë në gatim rikthehemi se s'kemi shumë kohë. Ne jemi gati. Atëherë, s'kemi kohë, por gjërat i kemi, domethënë, për gati. Këtu kam kastravec, kam spec të kuqe, gogozhare, t'i hapim tani sepse këto i mbajmë kështu që ti kemi, si të thuash, më të sakta në tryezën tonë. Pra, kemi kastravec, të cilin e kam lënë me gjithë pjesën e lëkurës, se dua kështu sepse gjithmonë themi që pjesa e lëkurës ka ato vlerat e tija ushqimore. Një larje të mirë dhe një coptim në kubik të vegjël. Gjithashtu kam spec të kuqe, qep të thatë, qep të njoma, domate, që janë pjesë që do të na duhen për të përgatitur, dhe sigurisht të kemi kuskus. Unë e them të pazier sepse nuk do ta vendosi të zihet as për 5 minuta që e thot, por me lëngjet që neve do të hedhim brenda tek kuskusi, kuskusi do të zihet dhe nuk ka nevojë që të vendosim për ta zier. Gjithashtu në këtë mënyrë marrim vlerat e tija ushqimore, na ngelet ajo kokra e tij shumë e shkrifët dhe bëhet si thua një sallatë tepër e shëndetshme që mund ta gatuajmë dhe ta konsumojmë në shtëpi, por mund ta marrim me vete edhe në punë. Gjithashtu te kjo sallatë do të kemi brenda edhe majdanoz, do të kemi edhe nenexhik, lëng limoni, nëse doni mund të shtoni dhe cipën e limonit, ashtu siç them gjithmonë, uthull dhe vaj ulliri, krip edhe piper. Pra këto janë dhe përbërësit të gjitha një bashkim dhe do t'i lëmë aty të paktën në frigorifer tani që vjen sezoni i verës, është një ushqim shumë i rëndësishëm dhe shumë i konsumueshëm për të gjithë, ashtu siç tham për vlerat e tyre ushqimore, sidomos ata që kanë probleme me shëndetin, është një gatim i çastit, por dhe shumë i shijshëm. Siç themi shpesh, është ndër ato sallatat e kompletuara që
që mund ta merrni me vete në një tas në punë, pra e përgatisni në mbrëmje dhe në mëngjes e keni gati për ta marrë me vete edhe konsumoni diçka që e keni përgatitur me duart tuaja. Dhe tani do të kalojmë te donuts, ajo që na ngelet Anil. Tani ne brumin e kemi bërë. Po, e kemi bërë gati, është një brum që bëhet shumë shpejt gati me miell, me qumësht, me maja, me sheqer edhe me krip. Pra këto janë përbërësit sigurisht edhe me 2 lugë vaj. Pra këto janë përbërësit, ne do fillojmë do me thënë që të përgatisim këto donuts, do me thënë janë lloj petulle, dhe më mbrapa nëse do të kemi në vartë si të kohë, do të tregojmë edhe përgatitjen e brumit, por me qënë se shumë herë kemi bërë brum këtu në studio, e mendoj që nuk është... Nuk besoj se do të kemi kohë mjaftueshëm për ta treguar megjithatë, ndoshta edhe kështu me fjalë dhe kur thua edhe ti aq herë sa kemi bërë brum, me besoj një ndër ato format e përgatitjes së brumit do të jetë edhe ky, nëse ka ndonjë gjë specifike pastaj që duhet përdorur në përgatitjen e brumit të donatsve, do të na e shpjegosh ka ti. Çdo ndarje është një donuts? Po. E shikojmë pastaj ti mbajmë këtu, në topë dhe i shikojmë sepse edhe... Nuk na duhet më kjo soba këtej? Jo. Veç se të lutem Anil, me që si ke duar të shumë, mund të shtosh vaj. Këtu. Vetëm do më thuash ti sa si vaj duan donatset për tu gatuar. Duam pak vaj për këtë. Shikoj e pak të lutem këti? Jo, hidhe. Duhet të kaloj në gjysëm besoj, ja? Ka nevojë, do me thënë, për të tapim një këtu. Marim dhe pak këti. Edhe. Hidhe. Në rregull. Hajde edhe pak. Hajde. Shtojmë edhe pak. Dhe kështu vazhdojmë nga puna. I hapim kështu në shirita. Kati së të gënjeshtrave, di? Po, ku kemi qenë të vegjën. Ajo më kujtohet edhe mua, çuditshme se si kujtohet kryesisht në ditët e caktuara fëmijëria, si në festa të mëdha të rëndësishme, po edhe në këto ditët që kanë një simbolik të vetën, siç është 1 prilli. Okej, kështu do t'ja japim formën domethënë. Po, të na bëhet vaj dhe e vendosja Anila. S'ka se vendosa. Mendova se ishte ndezur kjo këtej ndjes. Okej, do ta lëm pak tani se kjo do një që të marrë temperaturën. To tani nuk ka nevojë që të vinë, ndërsa në momentin e parë që përgatisim brumin, duhet ta lëm që të na vi. Po. Ne tryezën tonë kemi të pastër, kështu që... Po, këta herë, kufja nuk dashka sot të rri, më ka rënë 4 herë deri tani. E kemi bërë brumin për para, po thoja, kemi shmangur këto meraqet që ka Katerina, mos e ka tryezën me miell, apo mos duket bukur, pastër. Nuk ka nevojë as për miell që të vendoset këtu. Në momentin që bëhet brumi i mirë, të me thënë 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 në kanë dalë ne. Gramaturën që kemi në recet, aq kanë qenë masat që ke përdorur për të kuptuar sa dalin pak a shumë? Faktikisht këtu kam hedhur pak më shumë, që është e vërteta unë e bëj gjithmonë me sy, nuk është, do me thënë hedhim qumësh miell dhe këto, dhe shikojmë do me thënë se sa bëhet. Në masat që unë ju kam thënë atje, mund t'i 2 fishoni, ose edhe ti 3 fishoni. Jo, për gjithmonin nuk mundi, sepse është masa me e vogël që unë kam thënë, kështu që është veç se ta 2 fishojnë anvisat nëse duan, sepse sigurisht janë petullat të cilat kujt nuk i pëlqejnë. E shijojnë në fakt. Dhe jasat na bëhet vaj dhe do t'i kemi gati pastaj për të skuqur. Okej. Tani formën mund t'ja japim edhe si pas dëshirës, nëse, apo kjo është forma më e kollajt. Shiko, këto është është, si thamë, është dhe kjo një formë që bëhet. Si tetëshe. Ja, edhe kështu. Por ne menduam do me thënë që ta bëjmë ashtu si gërsheta, po që forma ka të ndryshme. Është edhe ajo forma si kërmill që bënim, që e bëjmë edhe kështu. E kuptoj.
Pra mund të luani edhe me vinë forma. pashkët edhe janë, domethënë që mund të bëjmë edhe forma të ndryshme në bazë të kuleçeve që bëjmë për pashk, që do të bëjmë dhe neve këtu në studio. Patjetër. Kështu që hajde ta bëjmë edhe një kështu. Në këtë formë, që të kemi format të ndryshme. Tani këto Sa bukur janë dalin? pak të mëdhaja, marrim pak nga pak që të na bëjnë dhe neve për të gjithë këtu. Të dalin tamam. Kështu që i bëjmë. Okej. Edhe kajt në shojmë për punën e vajt. Mendoj që ka filluar Edhe- ta marrë. E do vajin e nxehtë besoj, duhet jetë i Edhe ngrohur mirë. do temperaturën, domethënë vaj. Edhe 3 kemi neve këtu akoma. Sa u bën Anila? Po, tani, unë 13 më dollën në fillim, po ti se të bëre një kështu more këtu hoqe atje. E, që të plotësojmë dhe një më tepër. Prit. 2, 4, 6, 7, 10, 12, 14. U shtua një se morëm borxh nga mirë. fqinja edhe... E bëm. Atëherë, edhe e fundit edhe do të Edhe filloj e me fundit, po. skuqjen. Si ikën, ora, si fluturon. E mirë, neve tani ajo tjetra është gati, unë thjesht do merr shtim me ato, Në skuqjen, do t'i kthej sa ndaj këtej. Mirë. Edhe janë thjesht për të marrë për t'i hedhur. Tani, unë do laj duar, do përgati sallatën, edhe do të pjekim edhe këto, do me thënë, në petullat, Në tigan, donat. po. Do të fillojmë sallatën me kuskus. Pra, siç tham, kuskusi nuk do më shumë se 5 minuta për të përgatitur, ndërsa pjesën tjetër të përbërësve që edhe ju keni në recetë, perimeve që do të përdorim, i kemi gati dhe ja u treguam, janë prerë në kubik të vegjël, bukur, duke qenë se edhe vetë kuskusi është në kokriza të vogla, do të jetë një kombinim i këndshëm edhe në sy për tu parë, sigurisht edhe në shije më pas për tu provuar edhe shijuar. Të filloj unë me këto, apo do presim dhe pak vaj? Ja do të shikojmë se si është Okej. vaj, fundit hedhim një, sepse nuk e shoh Ose një cop, kështu një të vockël sa për ta testuar. Thua mirë, Anila. Pse do na vetë dëm thua? Po se themës ndoshta po nuk është bërë tamam. Jo, s'është bërë. E pra, S'është bërë, ajo duhet të do na nxjerri pak si... ndodhe pak. Tani sa ta shumë, ne përgatisim sallatën, që është shumë e thjeshtë për të bërë gati. Do të hedhim, ashtu si thash, kuskusin, gëshërët lutem Anil, sepse nuk... Shërët, po. Të hapim kuskusin? Do na duhet për të dyja recetat? Sa ka Mirë, kjo? do përdorim 500 ato gram. për të dyja recetat. Neve se për Ah, ai një që shumë, mas kështu që njësoj është, si të hap këtë, si të hap tjetrin. Tani, e hapim dhe tregojmë direkt këtu, që do të thot. Jo, kjo hidhe direkt. Jo, doja të thoja që ja hapa kështu shirit edhe Jo, s'ka mos na problem, rrëzosh. jemi në rregull. Tani, këtu, do të marrim një luk, edhe atë që thash në fillim fare, që do hedhim domate të gjitha me radhë. Tu kam edhe një spec djegës, që si pas dëshirës, mund të shtojnë edhe Po, nëse doni pak shien pikante. me lëngje, do me thënë kjo do të piqet, me lëngje mund të vendosin në një tas, në një kavanoz që merrni me vete në punë, i bëni një përzierje, edhe e keni për të marrë, do me thënë, në punë. E kuptoj. Sa të shkoni në punë dhe sa të vi ora për ta konsumuar, do ta keni gati, s'ka nevojë që të zihet, sepse thash që do të zihet me gjithë përbërësit që ne me lëngjet e domates, të kastravecit, të vajit, të limonit, dhe do të bëhet, si thuash, një sallatë shumë e mirë, shumë e shijshme dhe e tepër e shëndetshme me gjithë këto perimet që neve përdorim. Mendoj se tigani është gati. Nëse është gati, do t'i hedhim. Ta ish Edhe këtë? gjithmonë e testojmë dhe në këtë mënyrë, duke vendosur dorën, edhe nëse na merr temperaturë dora, Shqik me rrezikshme kjo, ky testi yt. Imi nuk është është më rrezikshme sepse nuk do ta vendosësh përfundimisht brenda. më i sigurt me një cep aty edhe. Unë po i hedh, gjithsesi më mirë bëj vet. Komplet këto tani. Është një sallatë e shpejtë. Sot kishim gatime shumë të shpejta, mjafton të kemi përbërësit në shtëpi. Edhe i përgatisim të kemi shpejta, gati. por të shëndetshme ama. Shumë të shëndetshme.
Edhe thash, për tani këte e tutje, do të kemi, si thuash, edhe me dhe. Tu kemi edhe gjethet e Ka filluar në gjiku freskët? Po, ka filluar në gjiku freskët, edhe në këto pjesët e gjithësave. Tani kjo periudha është pranverë. Pa shumë e bukur për tryezën, për të gatuar, ka jeshillëqet që fillojnë. Vërtet pranvera është shumë e bukur për fruta e për perime. Mund ta bëni bashkë, si të thuash, me vajin, uthull dhe lëngun e limonit, ta përzini me kripën, që të bëhet një salcë. Ta jeni dhe kështu se si e hedhu. Edhe lëngun e limonit. Nëse doni, ju thash që mund përdoni edhe cipën e limonit. Sa shpejt? Është gati. Është gati. Tani për punë e kastravecit e kam mbajtur këtu, mundësisht të pjesën e brëndshme mundet edhe ta hiqni. Pra që do të thot, e prisni në këtë mënyrë. Kur të bëjmë ato kubikët e vegjël, po thua? Po, në kubik të vegjël. Edhe nëse ashtu pjesën e farzave e hiqni. Okej. Që mos të ngelet në salat. Edhe këto pastaj prite në kubik të vegjël. Në këtë mënyrë, tani nuk është se do të regu, pra në këtë mënyrë. Kemi diku të 4 minuta kohë gati, kështu që mendoj të kalojmë, po, se besoj se kjo u shpjegua mjaftueshëm në recetë e parë dhe po ja u afroj që ta keni këtu. Ka një aromë shumë të mirë, të freskët, tamam pranvere. Dhe tani do të skuqim disa prej donatsve që përgatitëm. Nuk e di nëse kishim për diçka, apo jo. Mos na digjet shumë ky vaj. Tani jemi gati Anina, sepse e shoh që mori tamam. E pra, se mos na skuqen shpejt nga jashtë edhe nuk na bëhen nga brenda, apo nuk para ashtu. Dhe ndërkohë që ndë një tetë. Ndërkohë që do të na duhet të përfundojmë edhe tavën. Tani do ta heq direkt. Okej, ato do t'i shoh unë. Pra, kështu që ne vazhdojmë edhe me tavën që kemi vendosur në furr me kofshat e pulës, sepse edhe ajo do edhe një shtesë të fundit që është kuskusi. Pra, siç thamë, do t'ja shtojmë në përfundim, sepse do aq pak të gatuhet sa në temperaturën e vet të lëngjeve të nxehta që do të ketë gatimi brenda, do të përgatitet menjëherë dhe shpejt ne do t'i përfundojmë të dyja. Ta vëm këtu Anina dhe ta kthej, do hedh kuskusin dhe do të hedh ato brenda dhe ta kemi gati. Okej, në rregull. Unë ndërkohë po merrem, ku kemi atë pincetën këtu? Që mos ta vendos në furr. Ajo s'qen kam pinceta. Do bëjmë këtë mënyrën tjetër. Ku kemi në ato kati? Apo ti kthejmë me këtë? Kthejmë me këtë? Po, kthejmë dhe me ato. Të riqe veç se pak mbrapa. Pse? Që mos të digjesh. Okej, se u hoqa ju dhe ja. Kam frikë se i prishmoj. Okej. Ndolën bukur këto kështu. Edhe u fryn goxha. Mund ta hidhni në tavë, mund ta hidhni edhe në një, si thuash, enë tjetër, do me thënë që mund ta servirni. Dhe e lëni kështu për 5 minuta dhe do ta keni gati. Nuk duhet që ta vendosni prapë në furr, sepse nëse vendosni në furr, ajo qulloset. Edhe kështu bëhet më i shkrifët. Prandaj ta heqim dhe këtë lëngun e fundit. Për 5 minuta do ta keni gati. Për ta konsumuar. Dhe ne do të mjaftohemi vetëm me tiganin e parë të donatsve, sepse nuk do kemi kohë për t'i përgatitur të gjitha të 14-at që na dolën, por mjafton një tigan për të treguar edhe tek ju se si do t'jetë pamja e tyre. Unë me këto i bëra, ti shikoj vetë të kem parë.
E duan edhe pak. Duan edhe pak. Pak fare dhe do të kemi gati. Okay. Si jemi me kohën apo? Jemi në fund. Jemi në fund fare, nuk kemi më kohë, por që unë mendoj që ne i shpjeguam, si do që të jetë. Që do të thënë këto gjërat e kuskusit e janë bërë shumë mirë gati, edhe këtu për këto, në rregull jemi tani. Ja, sa për të vendosur në pjatë, njërën ose dy prej tyre, për të parë se si do t'jetë edhe pamja e tyre përfundimtare, donat shijojnë shumë, edhe nëse doni t'i shtoni nga sipër, si që fëmijët i kanë qef me sheqer plur, po, me mjalë, pse jo, ose me shurupra të tjerë të ëmbël, me thëri me çokolate, me fruta të thata. Mbetet sipas dëshirës suaj, rëndësishme është që janë shumë të shijshme, edhe të këndshme edhe për syrin. Shpejt afrojmë edhe pjatën e donas këtu edhe ndahemi me... Bëjmë atë më tuti? Jo, më ja këtu. Në rregull. Ja, besoj se arrim t'i shohim të gjithë. Kati të lumshin duart, që edhe pse sot e kishim kohën më të reduktuar se sa zakonisht. U bë, ja, u trash edhe filloi të ngrihet në sipërfaqe. Janë gatime shumë të thjeshta, shumë të shpejta, shumë të shijshme dhe të shëndetshme. Të dashura Anvisa, mos hezitoni që t'i përgatisni familjet tuaj për të dashurit tuaj familjar, sepse vërtet do të ngeleni shumë të kënaqur. Nga unë Katerina, mirupafshim, kalofshin ditë sa më të bukur dhe miru takofshim nesër këtu në studio bashkë me Anilën. Patjetër që nesër do jemi këtu. Katerina, të lumshin tuar, të uroj një ditë të mbar. Ndahemi për publicitet. Villa 24 vazhdon në këndin e të ftuarve. Rikthehemi pas pak.